Si që e dash, pas pak do të rikthehemi në studio me mysafiren tonë për sot dhe e ftuara jonë për sot është Blerta, me të cilën do të kemi një bisedë shumë të këndshme, një vajzë shumë e zonja, shumë avë dhe shumë e dashur mbi të gjitha. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Si po kalon? Mirë, super. S'po ndjehesh me ne në studio? Mirë, shumë mirë. Pëlqen atmosfera? Shumë. Ne dashur me zhvallëzuam pak në këngën. Shumë mirë. S'arritëm ta mbajmë veten tot. Kishe problem të gjohesh në mëngjes se pak herët. Më tregove që s'mund të zgjoj shumë herët. Jo, më tregu drejtë. Do të ta nxjerri këtë sekret kështu. Ftesën tënde nuk munda me refuzu edhe erdha. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jote, është kënaqësi jesh me ne në studio. Je një violoncelliste. Po. Duket se e thash pas një gap. Po, mirë. Violoncelliste, shumë e zonja. Po, më trego fillimisht pse pikërisht ky instrument kaq i madh. Po filloj, domethënë, prej klasës 3, se jam konë shkollë fillore, kam ushtruar piano. Mandej kur hyra në shkollë të mesme dhe më rekomandun domethënë për me hinë këtë instrument. Me të tregu drejtën nuk isha ndjeni për këtë instrument hiç, po kujdestari i klasës, domethënë më rekomandoj edhe provova, domethënë. Po pse ta rekomandoj pikërisht këtë? Se ishte domethënë mungesë e këtij instrumenti në Kosovë, edhe më thanë që domethënë ka do të kesh punë. Po, do të kesh punë, domethënë se siç po shihet problem është kesh punë. Po problem domethënë për secilin instrument dhe domethënë vazhdova 4 vjet shkollën e mesme dhe tash studioj në Tetov vitin e dytë për instrumentin me profesorin Pjetër Guralumi, që është i Tiranës. Në Kosovë nuk kishe mundësi të vazhdosh studimet, pse përzgjodhe Universitetin e Tetovës? Po... Ju kosovarët, si që keni një dëshirë për ta në Universitetin e Tetovës? S'po di... E kemë Universitetin shumë të mirë. Po, i mirë është ama... Edhe mindin. Dhe me thonë, Kosovë ka ma shumë për këtë instrument që njërën, edhe u konë pak me tregu drejtën konkurencë shumë e madhe për më pranu aty, edhe ki instrument me thonë kërkon shumë punë, prej një moshën shumë të vogël, edhe unë e fillova dhe shumë vonë më mirë me këtë, edhe po është më mirë me arë këtu me majtë mësim, se atje me shku, po jo ma shumë e knatë që studioj këtu se më Prishtinë, se me të vërtet janë profesorat shumë të mirë, kaloj shumë mirë edhe me studentat. Sigurisht e ke kryuar edhe atë rrethin tënë, shoqërinë tënde me cilë të bësh edhe si një familje, them kështu, se unë po bazohem nga ne këtu, jemi si një familje duke qenë si e vazhdimisht bashkë me të njëjtit dhe nuk dyshoj që njëjta ndodhe dhe te kjo që mireni sidomos me instrumente se duhet kaloni kohë bashkë në instrumente të ushtroni, të bëni gjëra dhe gjithsesi e ke kryuar rrethin tënd apo jo? Po. Po më trego fillimisht prindërit, si reaguan në momentin kur vendose që do t'jesh në Universitetin e Tetovës me studime dhe do t'jesh pak larg këtyre? Duke qenë si vajzë dhe pak është më e vështirë për prindërit të është problem që jam edhe veç një vajzë në familje, edhe jam pak më lidhë me babin, edhe mandej kur erdha, normal e kisha edhe unë vetë problem, po edhe familja. Po, mbasi ko marrë, duhet të me studiu, duhet mu pajtu që për bote. Po, gjithmonë vajzat me babin janë më të afërt. Ka menduar që vetëm të konë ndodhë kjo, po gjithësi ka menduar biseda krejt e kanë këtë. Sidomos gjinja femërore, babin e kanë më përzemër. Po, se di pse më kujti, jam shumë e lidhë. Do shtë edhe që më ka po shumë për kraje dhe në muzikë, në aspekte. E pikërisht të doja ndalem, ke pasur për kraje në tyre? Po, shumë kom pas. Me thonë se muzika, nëse dëshiron të me thonë me vazhdu me studiu muzikën duhet me pas me thonë një investim të madhë, më ndojnë anën e parës, as pari kërkohet një instrumenti mirë me pas, gjithë shka të me thonë... Kushton më shumë kjo instrumentet si? Po, shumë, kushton shumë shtrejt. Kanë mundësi shikuesit tonë dhe të të shojnë në fakt në për fotografi, sepse ishe shumë instrumenti madhe, kishe problem të asilëshin nga Tetova. Në mëngjes për ndryshë më shkruajti më thasoj nuk ka asesi mundësi të asil deri këtu, sepse është vërtet i madhe, ne nuk të donim që ta bëjmë të ndjehet keq në siklete, i them nuk ka problem, kemi fotografit. Sa kohë duhet të ushtrosh në një pikë që do ta performosh sa i përket instrumentit të? Po,
brenda ditës edhe kom shumë ligjërata në fakultet, me mindi që e gjejat kohën e përshtatshme për me ushtru, po maksimalisht, do me thonë falë, duhet 3-4 orë në ditë për me ushtru një vepër. Duke qenë se the ke shumë ligjërata, 3-4 orë në ditë të duhen në fakt për të ushtruar në vepër, për të paraqitur në mënyrën më të mirë të mundshme. Sa ke kohë për të dalë, për të ashjuar pakat jetën e natës, të themi kështu? Po, kur isha në vitë parë, me tregu drejt, këto s'kom dalë edhe shumë të tovë, se di, ma shumë, minte që përët që me shku në Kosovë, po ta që më adaptu shumë edhe me shoqni, e ta është në vitin e dytë që kom dalë, ma po kom ko me gjetë për me gjetë. A nuk po të shkotë në Kosovë, ta është tregu drejt, apo tu jo këtu do të ri, kështu të na falë një prind të blertës, vajzën nuk do t'ja vlejmë të vjenë Kosovë. Nuk e di, kaloj shumë mirë, për një me adin, shumë mirë kaloj edhe, se di. Ma kanë ofru një mbështetje shumë të mire dhe shoqëria. Po, normal. Me rëndësia është të kesh një shoqëri të shëndosh dhe të mirë, në mënyrë që edhe ti të ndjesh mirë. Mes tjerash, sa di unë, ke edhe një grup në Prishtinë, 2 vajzat të Prishtinës, me të cilat 2 djemë, me të cilët performoni bashku. Këto janë ato, apo? Në të regorët kësa ideje, diçka? Po, duke e patë me thonë që ka mungu një kështu organizimi për këtë grup. Në Kosovë ka mungu shumë edhe pa më arsyen që me formu. Thonë këto 2 janë violinista, kanë kry fakultetin, janë të Shevës, edhe jemi kolegë. Me thonë vitin e kalum, kemi formu me thonë grupin, edhe ka pas me thonë si grup shumë sukses, kemi shku në përdarës për të ndryshme, si në Prizren, Prishtinë, Feliza, Ingilan, edhe këtë vit do me thonë, hala pa fillu sezona verës, na kanë thirrë, do me thonë, për rezervime, darsëve. Do thonë, na bëj muzikë në atë momentin kur hynusja. Do thotë, ju marrin në darsëma me muzikë klasike, kemi filluar pak të klasike shumë ma pak, ma shumë po kërkojnë valse, diçka, muzikë. Po, nus jam edhe Andrin kur hynë standa. Po, qa jo. Blerta, të shkojmë në një darsëm, se pak parë se bëm një bisete, na shkojshte në një darsëm. Po, bashkë. Gjithsesi, është bukur të kesh një grup të ndinformuar dhe nuk dyshoj që do të keni sukses në rast se punoni vazhdimisht në atë që vetëm se e keni profesion. Përveç këti grupi, ke qenë pjesëmarrëse në garat të tjera në të cilat ndoshta edhe e shpërblyer me ndonjëçme? Po, kam qenë, Ferizaj, me thonë ku edhe kam kry shkollën e mesme aty. Ka qenë, me thonë, një garë ku jemi mbledh shumë instrumentist prej Kosovës, ku e kam zonë venin e tretë, për pat keq, së në zuna venin e parë. Po, s'ka gjë heqe vendin e tretë. Po, jom shumë angazhume, do thonë edhe me instrument në për shumë orkestra, është formuar edhe një orkestrë e trinjeve të Kosovës, ku është drejton dhe me thonë dirigenti Kushtrim Gashi. Dhe kemi bon turnera për shumë vende të Kosovës, dhe jam shumë angazhume me instrument, se komendu as vetë që kom u konë aqë angazhume. Komendu që vetë tjesht. Do të mësoj instrumentin dhe... Po, që kom i him pun t'i këndë. Amo jam shumë angazhume edhe me profesorin Blerem grupe. E përshëndesim. Po, edhe unë e përshëndes. Dhe dhe me thonë, a i nga ka shty, se jemi grup kamertal, e nga ka shty gjithmonë ma për para, kemi pas shumë koncerte në Shkup, në Tetov, e kemi kalu shumë mirë. Kemi qenë në koncertin e juaj në Shkup, të cilin e ka organizuar në fakt Kjo është orkestra e trinjeve ku jemi konë në Rugov, në kamp dhe dit. Orkestra e trinjeve në Rugov? Po. Si erdhe drejtë një organizimit tillë? Kush bëri ftesë, kush e organizoi? Po, kjo orkestra e trinjeve ekziston që gati se 8 vite ashtu, edhe kom qenë edhe para 8 vite, po pauzova një kohë se s'kisha kohë jo fakulteti ashtu. Mandej verës, mbledhmi atje në Rugov, shumë instrumentist, dhe me thonë, ma shumë në Prishtinës janë, të Kosovës. Edhe kemi shkull, me thonë, kemi nejtë 10 ditë, aty kemi bu prova, mandej mas 10 ditëve kemi mbajt koncerte në Prizren edhe në Prishtinë, po ja vlenë mu morë me muzikë, ato që janë të më shiku tash, kisha thonë sa ma shumë mirë në me muzikë. Muzikë klasik? Po, mirë në sa ma shumë, se me të vërtet muzika është shumë e mirë për mendimin të amë. Do thotë, deri sa je duke folur pikërisht për këtë, e shoh që je shumë e lumtur dhe je shumë e kënaqur me këtë
që ke me profesionin tënë, me instrumentin tënë dhe definitivisht më pëlqen që njerëz si që ti, të reja si që ti dhe që punojnë nuk ndalen as pak. Po, normal, ka ende punë, jam ende në fillim, po, me këtë që kom arrit, jom e knaqë deri dikund. Po, më ta imagjinosh në bas një kohë sa mund të arrish. Kur tani je në fillim dhe ke disa suksese, disa arritje, disa grupe organizime dhe me punën që bënë, definitivisht me këtë entuziazm që ke, nuk dyshoj që do të të mungoj suksese dhe do të kesh dyert hapura nga do që do të shkash. Faleminderit. Sa të vjen në fakt çudi, ndoshta kur është se je këtu ku je dhe kur ke qenë në fakt në fillimet e tua, nuk e ke menduar ndonjëherë. Çfarë është ajo që i thua vetes? Në fillim, kur kam fillu më morë me instrumente, dhe me thonë, me qallon, s'ko mendu që kam e më shku edhe atë shmira, nuk e di se më ka ra rasti mi ndru shumë profesorat edhe i thosha babit, veç jam të shku edhe s'ka me bu kur gjo, veç kot jam të shku, ama e kom pa që ja ka vlet ajo që e kom po, dhe me thonë, ajo pare që i kom hargjit, dhe me thonë, për muzikën përgjithsi se kom hargjit shumë pare, dhe me thonë. Dhe thonë publikisht, te për ajdin kom argjit, sa që nuk di, a ka me mujtë mja këthi prindit më vonë, po ja ka vlet, ajdin besoj që edhe falenderoj babin shumë, se ndoshta e kalon edhe vetën keq për mu, veç me më shkollu, po ja ka vlet, besoj që edhe ja vlen edhe më tutje. Kështu që i shkolla e shpërble. Ja ke dhënë shpërblimin, jeti shpërblimin për të dhe është puna jote e pandalshme, shpërblimi më i mirë dhe lumëturia që te ke për momentin, shpërblimi më i mirë që ai mund ta ketë. Definitivisht për prindin kjo ka rëndësi, ti je i kënaqur dhe i lumtur fëmijë i tij ose i saj. Dhe në këtë rast ti je shumë e lumtur, shihet edhe tek entuziazmi derisa për këtë profesion. Vlerëta sa thehet që të gjithë ata të rinj që dëshirojnë të merren me muzikë mos të ndalen. Mirë po, sa i sheh të rinj pas muzikës klasike, sa i sheh pjesën një koncerti i cili organizohet? Më tregu drejt, tash jam fakultetin Tetov, e shoh që janë shumë pak të interesuar studentat. Jo që jetojnë në Kosovë, ama për një me Kosova është më përpara. Vlerëta? Sa i përket muzikës klasike. Nuk e kam me të vërtet vlerëta këtë qëta. Sa i përket më të muzikës, instrumenteve, më duket që ma t'interesum janë se në Macedoninë. Nuk e di pse kështu, ama... Mirë, këtë mund t'a dishë ndoshta pak më mirë se ne, sepse ka rastit jesh pjesë të performosh në Kosovë, të performosh në Shkup, në Tetov, varsisht ku, te në bazë të audiencës që keni pasur aty, definitivisht mund t'a bësh një krahasim të rinjeve atje dhe këtu sa janë prezent në për koncerte. Po, pak, do me thonë, për medimin të këtu më pak, në Kosovë më tepër. Po, në Kosovë, do me thonë, ka shumë i shana për faqes të shkollave që janë private të muzikës, shumë fëmija të interesuar për violin, për piano, këtu shumë pak. Publiku, më i madh atje apo këtu? Atje. Do të shkupjan të dashur, të varë të dashur, të gjithë vendas të Maqedonisë, nga gjitha vendet e Maqedonisë, ti një pjesëmarrës në koncerte, sepse është bukur. Definitivisht unë kam pasur rastin të jem prezente dhe është një ndjenjë tjetër, është një emocion tjetër dhe nuk është një sikur kur shkon dëgjon një muzikë live nga një këngëtar dhe dëgjon në instrumente muzikën klasike, të jep një lloj ndjesie interesante ajo. Sikur futesh në atë botë, hyn nëpër disa dyer dhe je komplet në një vend tjetër në momentin edhe pse je në sallë. Po, e vërtet. Tash para 3-4 ditës profesoresha Siana Badivuku kam pas koncert në Filharmoninë e Maqedonisë. Po, kemi edhe pas pak do ta kemi edhe në transmetim. Jam çuditë, domethënë për publikun ka qenë shumë interesuar dhe më ka ardhur shumë mirë. Domethënë hera parë që kom pa një publik të madh në Maqedoni, edhe po besoj që kam u rregullu me kalimin e kohës këtë situatë. Po, Siana, pikërisht edhe ne si medium jemi këtu për atë. Definitivisht edhe në programin e mëngjesit mundohem të kem sa më tepër të rinj të muzikës klasike, të rinj që merren me instrumente, që t'i njohin, t'i dinë se kemi të rinj me vlera shumë të mëdha dhe që janë shumë të kënaqur nga profesioni i tyre siç është kjo juaja. Është një profesion i mirë, i shenjtë dhe është një gjë që ne na duhet. Dhe jeni ju ato që e bëni dhe ju falenderojmë shumë. Do doja të di nëse ke diçka që duhet dëshiron të shtosh për fund bisedës, ndonjë plan të ardhmen, çfarë pritet, ndonjë koncert, ndonjë organizim?
Ke pasur edhe provimet tash në kohën e fundit? Po, e vërtet. Je e lodhur pak? Shumë, të tregu drejtën se kemi pas shumë provime, edhe pak profesorat në maldretojnë në të. Ju profesor qeni duke nga të gjuar, mos në e maltretoni këto të rinë kaq të mirë që i kemi. Edhe, po... Po shif, nëse nuk ishin qenë ashtu profesorët, nuk do t'ishe këtu ku je, nuk do t'i kishe këto suksese. Ja blemu kom pak profesorit shtice. Po mos ta tregojmë atë këtu haptazi, të jeni të butë, profesor. Po ja blemu kom profesorit shtirë, se nëse veç ta jap notën ashtu, nuk të knaq. Së më kënaq. Ma mirë me mërdu për provimet, se kur e di që ma ka thonë një gjashe pa me dit. Nuk është aja. Me rëndësi kanë kalu provimet, tash gjena fati tjetër. Tash jeta studentore këto i ka, me thonë provimet, stresat, duhet më mundu me i kalu. Verën e ketë ngarkuar, dasma ti ke përnotuar, pare dhe ti kesh, shtu që knaqë, blerta knaqë. Unë do dhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit. Je shumë e këndshme dhe definitivisht ishte kënaqësi të kem një bisedë kaq të mirë. Faleminderit të juve për ftesën edhe ju uroj shumë sukses e ty veçanërisht për emisionin dhe gjitha të mirat për këtë televizionin Senior. Faleminderit shumë. Dashur miq, besoj që kjo energji ka që ëmbël dhe pozitive të ketë ardhur deri tek ju. Një vajzë shumë e këndshme, e sinqertë dhe e dashur, dhe një vajzë e cila në instrumentin e saj ndjen një dashuri shumë të madhe dhe të njëjtin gëzim e ndau me të gjithë ne. Ndërsa tash do t'ju lejmë në shoqërimin e disa prej promove të televizionit ton, tuajin dhe kthehemi pas pak.